Përshëndetje, nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me ndonë me ju edhe një recetë natyrale. Pothuajse një 80% muj me thonë e njerëzve kanë probleme me pezmatimin e mishit dhëmbëve, pra ose ju ajet mishi i dhëmbëve ju fryhet përmi dhëmbë, ose kanë mish të pezmatuar, kur i pastrojnë dhëmbët ju del gjak, edhe e kanë një ngjyrë po ashtu shumë të keqe që duket shumë e pahishme, një ngjyrë hiri, kur të qeli nëse hapin gojën duket i fryrë mishi edhe ngjyrën e hirit, edhe po ashtu kanë dhimbje të mishit dhëmbëve. Shumë motra më kanë shënuar neri, kom përdor çdo ilaç që më ka shkru mjeku edhe asnjë sa nuk o të më ndihmu, po do më tranu prej dhimbjes mishit dhëmbëve. Krejt shka ju nevojiten këtë recetë natyrale, pra ju tregoj tash. Nevojiten vaj ulliri, fara të karanfilit ose kështu pa blume ose të bluara, i gjeni çdo market, po ashtu në Kosovë i gjeni pra fara të karanfilit shqip shkruan, këto nelken, kurkuma e bluar edhe krip Himalaja. Mas pari, ç'është duhet me vepru, ju tregoj pra tash. Bismillah, zgjoheni në mëngjes, i pastroni syt, i pastroni dhëmbët si gjithmonë. E dyta, çka duhet me bë është, e merrni një lugë të mesme me krip Himalaja, ose kështu e bluni këto me këtë kapakur që ktheni e blun vet, ose e merrni krip Himalaja të bluar, që është hazër ose të im, e merrni pra një lugë të mesme krip Himalaja, një lugë të gjellës, të ngrohtë ujë pra, e qetni e përzini derisa të tërhetet edhe kripa. Me qëta ujë e shpërlani 1 minutë, 2 minutë, pra mbani ujnë me krip në gojë, të mbyllur, edhe mandej pas 2 minutave e pshtyni qëta ujë e gjuni. E dyta që duhet me bë është, pra një mas njënit që të trija duhet me bë çdo ditë derisa t'ju kthehet mishi i dhëmbëve, që keni pas normal, jo të frym, jo të ajër, jo që ju qet gjak, jo qet ngjyrën e keqe për krejt është, pra edhe ju largohet çaj pezmatimi i mishit dhëmbëve. E dyta kumbeta që duhet me bë është, e merrni një lugë të mesme me vaj ulliri, gjys lugë të mesme farat karanfilit bluar. Pra nëse i keni kështu, i shtypni farat ose i bluni në blender, nëse i keni kështu të bluara, i merrni pra gjys lugë të mesme farat karanfilit, i përzini me vajin. Kur i keni përzi me vajin, i kullani pra në një kulluse qatë vajin, edhe e përzini me një lugë të gjellës prap me ujë të ngrohtë. Prap e merrni qëtë përzirje, edhe fosni në gojë, e mbani gojën mbyllur, 2-3 minuta e lani në gojë duke e shpërndarë gjitha ont, gjitha pjesët e dhëmbëve që i keni edhe mishi, pra krejt me depërtu ky vaj në gjitha ont e mishit dhëmbëve. Mbas 2-3 minutave prap e pshtyni qëta vaj edhe e hekni prej gojës. E treta, e merrni një lugë të mesme me kurkuma të bluar edhe një lugë të mesme ujë të ngrohtë, e përzini, pra e bani sikurse pastën. Edhe me gisht dhëmbëve merrni qatë pastë, edhe duke i fërku dhëmbët në gjitha anët kështu në mënyrë trëmbullake me këtë pastën, 2-3 minuta pra i fërkani mishin e dhëmbëve edhe dhëmbët pra. Le që ju ndihmon kurkuma për mishin e dhëmbëve, po ashtu edhe për zbardhimin ose zbardhjen e dhëmbëve. 2-3 minuta i fërkani pra mishin e dhëmbëve edhe dhëmbët me këtë kurkuma që kemi përgadit pastën, mandej si gjithmonë e shpërlani gojën pra me ujë të ngrohtë edhe çdo ditë, çdo mëngjes, si çuni, pra bismillah në sabah, i vazhdoni çto trija një mas njënës pra. Një herë me krip, mandej me vajin edhe me forat karanfilit, edhe në fund me kurkuma. Keni me pa edhe keni me vrejt vetë sa të përdorni qëto dentistat e dhëmbëve, inshallah nuk më shojnë, sepse kam jëro pak puna, sepse nuk keni më pas nevoj me harxhu me shku te dentisti i dhëmbëve. Provane, bindeni vetë, 100% ju garantoj që keni më pas sukses. As nuk keni më pas promo pezmatim të mishit dhëmbëve, as nuk keni më pas dhimbje të mishit dhëmbëve, edhe që ajo tajërit për ndryshet mishi dhëmbëve që ju ka fry, kam ju kthy normalitet që shkeni pas gjithmonë, plus që ajo ngjyra e keqe kam ju hik. Përdorni pra edhe shifni vetë. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që më bëni, komentet e bukura.
Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru pafshim!